Ngjarje e rëndë në vend, 58 vjeçari jep fundjetës në Burg. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Fushkruj, ku një i paraburgosur është gjetur i vetvarur. Viktima është identifikuar si Qani Hamit Muça, 58 vjeç, i arrestuar për vrasje të funksionarëve publik në tentativë dhe mbajtje pa leje armëve. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3:34 të mëngjesit në sektorin 2, kati i dytë në një dhomë ku Muça qëndronte me 5 të paraburgosur të tjerë. Trupi i tij u gjet nga një prej të paraburgosurve pasi Muça kishte qëndruar më gjatë se zakonisht në tualet. Ai u gjet i vetvarur në grilën e dritares. Menjëherë u njoftuan autoritetet përkatëse dhe grupet hetimore kanë nisur punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Dritoria e Burgjeve shpreu ngushëllimet për familjarët e të ndjerit dhe theksoi se po vazhdojnë hetimet për të sqaruar shkaqet e tragjedisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.